Edhe eurodeputetja Gjermane Doris Pack ka vlerësuar se Kosova. Shkohës të ndëruar ndoqët edicion informativ 21 ditare, në fakt me 21 minutë që do t'jene për i orës 22. Janukovic do të takoj po ashtu edhe ish presidentit e Ukrajinës Karavuçk, Leonid Kuchma dhe Viktor Jushchenko për daljen nga kriza. Gabuam pak në radhitjen e informacioneve, me që menduam se jemi krejt në fund të edicionit, por vazhdojmë edhe me një kronikë. Qesin karakteristikat unike të individit dhe shërbejnë për të përcaktuar identitet. Do të vazhdojmë me një përmbledhje për lajme tjera gjatë ditës për Konferencën Bashkimit Evropian në Shkodër ka teksuar sot në Viti se zbatimi i marrëveshjes Kosovë-Serbi do të fillojë shumë shpejt. Është me rëndësi që vendosmëria dy lidershipeve për zbatimin e kësaj marrëveshje dhe nuk mendoj se do të ketë problem pas. Ndërkaq, tani unë e kaloj linjën tek studio VIP Vot, ku kolegu im Labinot Tahiri ka në Labinot Gashi, më falni, ka aktorin Blerim Gjoci. Faleminderit Leonora Jakupi, më falë Leonora Dalimi. Nga që ke kontakte të shpeshta me ta dhe janë pjesë e... Po, faktikisht janë këto pjesë. Gjojme. Po dëgjohemi, përshëndetje Valbona për juve dhe shikuesit të televizionit 21. Arsem Po paraqitemi nga qendra. Kjo ishte nga selia të mundësi mund t'i raportojnë gjitha këto parëkullësi. Dashta me të korrigju pak, Arsem. Po. Për emre, nuk jam Valbona, jam Leonora. Valbonën e kemi në Prizren, duke ndjek procesin. Kërkoj të falur Valbona, Leonora. Valbona, Leonora. Kërkoj të falur Leonora. Gabime që falën. Qoftë edhe senior, junior, kadet, pioner, e të tjera ndodhe dishka që e pa pritur edhe në studio, por prej fishek zjarëve tani jemi mësuar, sepse jemi në atmosferë të vitit. Para se t'lidhe me Valon Bajramin, i cili është në Mitrovic, kërkojnë nga kolegët që janë prapa me e ndesk që t'ja ndalin pak zërin televizorit tyre në mënyrë që të maletojnë sepse audio po më vjen me eko, i falenderoj shumë. Edhe ne luetem pak në vazhdim dhe këtu e mbyllim. Miru pafshim. Nëse mendoni që është lehtë të vazhdohet ditari kur gjithçka rreth e fluturon nga era, atëherë e po